Qeveria e Maqedonisë fritet të diskutojë në mbledhjen e caktuar ditën e mërkurë për shkurtimin e fondeve evropiane për këtë vit. Kjo temë deri tani nuk është hapur në ekzekutiv, ndonse Komisioni Evropian e ka kumtuar Sekretariatit për Çështje Evropiane 10 ditë më parë. Vendimi i Bashkimit Evropian për të shkurtuar fondet për Maqedoninë, sipas opozitës, është ndikuar nga politikat e gabuara, shpenzime të jo produktive për dhe mungese partive në pushtet, për t'i dhënë fund të ngërçit politik në vend. Në këtë moment në Republikën e Maqedonisë mjetet buxhetore shpenzohen në mënyrë jo produktive, kështu që këto fondi i mbeten Bashkimit Evropian dhe ajo i kthen prapa. Jemi të brengosur për këtë situatë, prandaj kërkojmë sa më parë ndryshimin e këtij pushteti jo popullor, që i ka shkatruar gjeneratat e ardhshme dhe jetët e njerëzve, tha Blagoj Boçvareski, lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë. Vendimin e Bashkimit Evropian për të zvogëluar asistencën financiare për Maqedoninë, BDI-ja e ka quajtur veprim qëllim për të ndihmuar vendin drejt zgjidhjes së krizës politike. Partia shqiptare në pushtet vlerëson se situata politike ndikon në agjendën e integrimeve evropiane, duke përfshirë këtu edhe asistencën financiare nga Bashkimi Evropian. Me këtë rast, Partia Ahmetit ka apeluar për tejkalimin e shpejtë të situatës, duke arritur një zgjidhje të qëndrueshme.